تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia I takon vetëm Allahut. Ata e lavdrojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka e udhëzon Allahu s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm, që nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumtat e Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. O ju që keni besuar, ruhuni Allahut ashtu si I takon madhrisë së tij dhe mos vdisni ndryshe pos si musliman. Fjala më e vërtetë është fjala e Allahut, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. Mëtej muaji Ramazan është sezon madhështor për adhurime dhe vepra të mira. Në të shumëfishohen shpërblimet, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit, prangosen shejtanët e rebeluar dhe shpirtrat e robërve janë të gatshëm për adhurim me më shumë zell se në çdo kohë tjetër. Një prej adhurimeve më të mira vullnetare me të cilat muslimani e mbush kohën e tij në muajin e bekuar të Ramazanit është leximi I Kuranit. Leximi I Kuranit në këtë muaj ka vlerë të veçantë, pasi në këtë muaj ka filluar shpallja e tij. Allahu I lartësuar ka thënë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji Ramazan është ai në të cilin zbriti Kurani, udhërfyes për njerëzit, argumente të qarta të udhëzimit dhe dallues mes së mirës dhe të keqes. Leximi I këtij Kurani madhështor është një prej veprave më të mira. Është shkak për përmirësimin e kuptimit, për udhëzim në rrugë dhe për shumëfishim të shpërblimeve. Allahu I lartësuar thot: "Innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Padyshim ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe japin fshehtazi dhe haptazi nga ajo që I kemi furnizuar, ata shpresojnë në një tregti që nuk humb. Mutarrif ibn Abdillah ibn Shikhir, Allahu e mëshiroft, kur e lexonte këtë ajet thoshte: "Ky është ajeti I lexuesve të Kuranit." Nga Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Mathalul mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'an kamathalil utrujja, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib." Besimtari që e lexon Kur'anin është si fruta e këndshme, e ka erën e mirë dhe shijen e mirë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Nga Abu Umame al-Bahili radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati shafi'an li ashabi." Lexojeni Kur'anin sepse në ditën e Kiametit ai do të vijë si ndërmjetësues për njerëzit e tij. Transmeton Muslimi. Nga Ebu Hurera radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
wa ma ijtama'a qaumun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alayhimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dhakarahum Allahu fi man 'indah. Çdo herë kur një grup njerëzish mblidhen në një prej xhamive të Allahut, ku e lexojnë librin e Allahut dhe e mësojnë ata me njëri tjetrin, atyre u zbret qetësia, i mbulon mëshira, i mbështjellin me lajket dhe Allahu i përmend tek ata që janë tek ai. Transmeton Muslimi. Prandaj, ku janë ata që përpiqen, mundohen dhe garojnë për të mira? Kjo duhet të jetë nxitje në veçanti në këtë kohë kur leximi i Kuranit të bekuar në këtë muaj ka veçori të veçantë. Xhibrili alayhis salam ja përsëriste pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kuranin në Ramazan, secilin vit nga një herë. E në vitin në të cilin vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja përsëriti 2 herë për përforcim dhe sigurim të Kuranit. Selefët e devotshëm në Ramazan e shtonin leximin e Kuranit në namaz dhe jashtë namazit. Zuhriu thoshte, kur hyn Ramazani, atëherë ka vetëm lexim të Kuranit dhe dhënie të ushqimit. Imam Maliku, Allahu mëshiroft, kur hynte Ramazani, e linte leximin e hadithit dhe mbajtjen e derseve dhe mësimeve dhe i drejtohej leximit të Kuranit nga mushafi. Shumë prej selefëve në Ramazan e lexonin Kuranin disa herë, bënin një numër të madh të hatmeve. Prandaj, le të ndjekim gjurmët e tyre në dhënie pas leximit të Kuranit dhe mësimit të kuptimit të tij. Kurani duhet të lexohet me një jetë të pastër dhe të kushtuar vetëm ndaj Allahut. Allahu i lartësuar ka thënë: "Fad'u Allaha mukhlisina lahu-d-din." Andaj, lutjuni Allahut duke ia kushtuar pastër gjithë adhurimin vetëm atij. Kurse leximi i Kuranit është një prej adhurimeve më të mëdha dhe afrimeve më të vlefshme. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajha Allahi azza wa jall. Min qabli an ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamat al-qidh yata'ajjalunahu wa la yata'ajjaluna." Lexojeni Kuranin dhe me të kërkojeni fytyrën e Allahut të lartësuar, para se të vinë disa njerëz që e lexojnë drejt si shtiza, por e kërkojnë shpërblimin e shpejt dhe nuk e presin shpërblimin e mëvonshëm. Transmeton Abu Davudi dhe Ahmedi dhe Albani thotë se është hasan. Do të vinë njerëz që mundohen shumë për leximin e drejt të shkronjave. Mirë po, me të e duan shpërblimin e dunjas dhe jo të ahiretit. Kurani duhet lexohet me zemër të pranishme, meditim rreth asaj që lexohet, kuptimi domethënieve, për ulësi gjatë leximit dhe me mendimin se Allahu është duke të folur, nga se Kurani është fjala e Allahut të lartësuar. Preferohet që Kuran të lexohet duke qenë me abdes, sepse me këtë e madhron fjalën e Allahut, kurse kur njeriu është xhunub, nuk i lejohet të lexojë Kuran derisa të lahet. Kur fillon leximin e Kuranit, duhet të thotë A'udhu billahi minash shaitanir rajim, nga se Allahu ka thënë fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kur të lexosh Kur'an, kërko mbrojtje tek Allahu nga shejtani i mallkuar. Kurse besmelja thuhet në fillim të secilës sure përveç surës At-Tauba. Duke lexuar Kur'an, njeriu duhet ta zbukurojë zërin dhe ta këndojë Kur'anin me këndim të bukur. Nga Abu Huraira radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma adhina Allahu li shay'in ma adhina li nabiyyin hasan as-sawti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih." Allahu nuk dëgjon asgjë siç dëgjon një pejgamber me zë të bukur, duke kënduar Kur'an dhe duke ngritur zërin me këtë këndim. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Por nëse ke pranë dikën tjetër që lexon Kur'an, atëherë mos lexo me zë e ti pengosh atij në leximin e Kur'anit ose në namazin e tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala inna kullakum munajin rabbah, fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, wala yarfa'u ba'dukum 'ala ba'din fil qira'a." Secili prej jush i drejtohet Zotit të tij. Prandaj mos i pengoni njëri tjetrit dhe mos e ngrini zërin me lexim mbi njëri tjetrin. Transmeton Abu Davudi dhe Ahmedi dhe Albani thotë sahih. Kurani duhet të lexohet ngadalë dhe rrjedhshëm. Allahu i lartësuar ka thënë: "Warattilil Qur'ana tartila." Lexoje Kuranin ngadalë dhe qartë.
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: mos e derdhni si derdhja e rërës dhe mos e prisni si prerja e qimes, por qëndroni te mrekullitë e tij dhe lëvizni zemrat me të. Mos e kini brengën kryesore, fundin e surës. Kur lexon ajete të sejdës, duhet të ndalet, të thotë Allahu Akbar dhe të bjerë në sejdë. Kjo është sejdja e leximit. Aty thotë Subhana Rabbiyal A'la dhe lutet. Pastaj ngrihet pa thënë Allahu Akbar, përveç nëse kjo ndodh në namaz. Atëherë në namaz bën tekbir edhe duke rënë edhe duke u ngritur nga sejdja. Mundohuni o robërt Allahut për leximin e Kuranit çdo herë, por në veçanti në këtë muaj. Allahu na vënë sukses për leximin e librit të tij sipas mënyrës me të cilën ai është i kënaqur prej nesh. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin për kujtim në to, secilin çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi mëshiruesi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut. Salavatet dhe selamet qofshin për të dërguarin e Allahut, për familjen dhe shokët e tij, si dhe për ata që e ndjekin udhën e tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë pos Allahut një dhe i vetëm, i cili nuk ka ortak, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time t'i ruhemi Allahut, sepse ruajtja është përgatitja më e mirë për në ditën e ringjalljes. O robërt Allahut, një prej adhurimeve nafile më të vlefshme në këtë muaj është namazi i natës në këto net të bekuara. Allahu i lartësuar, duke i lëvduar robërit e tij të mirë, thotë: "Walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Dhe ata që e kalojnë natën në sejdë dhe duke qëndruar në këmbë në namaz. Gjithashtu ka thënë: "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun." Ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk e di se çfarë kënaqësish janë fshehur për ta në jetën tjetër si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Afdalus salati ba'da al-farida salatul layl." Namazi më i vlefshëm pas namazeve farz është namazi i natës. Transmeton Muslimi. Ai gjithashtu ka thënë: "Eyyuhan nas, afshu as-salam wa at'imu at-ta'am, wasilu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bi-salam." O njerëz, shpërndajeni selamin, jepni ushqim, mbani lidhjet me familjen dhe faluni natën kur njerëzit flenë, do të hyni në xhenet me paqe. Transmetojnë Tirmidhiu dhe Ibn Majah dhe Albani e bën sahih. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në veçanti për Ramazanin ka thënë: "Men qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kush falet në Ramazan me iman dhe shpresë në shpërblim, i falen të gjitha gjunahet që i ka bërë më parë. Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi. Pjesë e namazit të natës është namazi teravive. Muslimani duhet t'i kushtoj kujdes dhe rëndësi dhe të jetë i rregullt në teravi gjatë këtij muaji. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai që e ka filluar faljen e teravive me xhamat në xhami. Më pas e ka lënë nga frika mos i bëhet obligim umetit të tij. Më vonë këtë sunet të bukur e ka ringjallur Omeri radhiyallahu anhu dhe deri më sot vazhdojnë muslimanët ta zbatojnë. Muslimani duhet t'i falë teravit me imamin deri në fund dhe të mos dalë pa përfunduar ato, nga se kështu fiton shpërblime më të mëdha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Innehu man qama ma'al imami hatta yansarifahu kutiba lahu qiyamul layla." Kush falet me imamin derisa të largohet ai, atij i shkruhet se është falur gjithë natën. Transmetojnë Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Majah dhe Albani thotë se është sahih. Allahu na dhënë sukses që ta agjërojmë Ramazanin me iman dhe shpresë në shpërblim dhe na mundsoft të falemi në netët e Ramazanit me iman dhe shpresë në shpërblimin e Allahut, si dhe lutim Allahun
të na mundsoj të arrijmë dhe të qëllojmë natën e Kadrit dhe të falemi në të me iman dhe shpresë në shpërblim, e kështu të na falen të gjitha mëkatet dhe gjunahet. O robërt Allahut, dërgoni salavate dhe selame të shumta për mëshirën e dhuruar dhe dhuntinë e afruar për të dërguarin e Allahut, pejgamberin dhe të dashurin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse kështu ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Me të vërtetë Allahu jep salavat dhe me lajket luten me salavat për pejgamberin. O ju që keni besuar, dërgoni për ta salavat dhe jepni shumë selam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله وأوله وآخره وسره وعلنه. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.